Rekoa e kuzhinës kam bëritur. Mirëmëngjes, Kati. Mirëmëngjes. Të uroj një ditë të mbarë. Faleminderit. Sot më e bërë me të kuqe. Ashtu, po. Me të kuqe veshëro. Si jeti sot? Faleminderit. Si Po më ndrinë si ylli mëngjezit. Aman, ja, kështu e nis ditën, faleminderit, Kati. Mirëmëngjes dhe ju të dashur anvisa, si gjithmonë dhe unë ju uroj një ditë bukur dhe juftoj këtu të këndioni gatimit dhe sot do të filloj me akullore. Akullore cheesecake, nuk do e thjesht një akullore, por do të bëjmë do me thënë edhe me biskota brënda dhe me gjërat të tjera që do t'i tregojmë pak më vonë. Gjithashtu do të bëjmë edhe një gatim të shpejt që do t'a bëjmë me fileto pule, me kërpudha dhe me një lloj makaroni që juve mund të ndodhet në shtëpi. Neve do të bëjmë një nga ato, do me thënë paketa do përzgjedhim, do me thënë një nga ato të dyja, të shohim do me thënë këtë vendosim në momentin që do fillojmë të përgatisim. Por juve në shtëpia tuaja mund të zgjidhni një paku makarona të dëshirës tuaj, ato që juve ju pëlqen dhe mënyra përgatitjes do të jetë ajo që unë do t'ju them pak më vonë. Fillimisht do të fillojmë me këtë akullore, do të thënë akullore cheesecake e them unë, sepse përveç se do të kemi pana kuzhine që e kam në frigorifer, sepse duhet ta dim që të fillohet procedura për të përgatitur akulloren, duhet të jetë në frigorifer, jo në ambient, do të thënë të kuzhinës, sepse ngrohet edhe nuk na bëhet ashtu siç duhet. Atëherë, gjithashtu unë këtu do të përdor edhe këto manaferat që janë të ngrira faktikisht dhe i gjejmë në gjitha dyqanet e kompanisë Neranzi, të cilat janë shumë të mira për të konsumuar, sidomos tani në verë, duke i bërë, do me thënë, akullore, parfe, mund t'i bëjmë, torta të ndryshme, thjesht me kos, ashtu si shto dhe anila të freskta. Janë shumë të mira, do me thënë, një paketim i tillë është që bëjmë disa gjëra. Akoma, se është 1 kilogram. Unë do të filloj, do me thënë fillimisht, do të bëj me këtë paketim, do të filloj që të bëj një lloj si marmalat, mund ta them, diçka të tillë që dua t'ja hedhë në fund fare cheesecake-ut. Okej. Pra do të kemi një cheesecake akullore shumë të shijshëm, edhe me ngjyrë të bukur, se e bukur është kjo ngjyra e manaferave kështu. Ka ngjyrën e bukur, që është e vërteta. Nuk ka nevojë që të janë të shëndetshme shumë. Patjetër që janë të shëndetshme, do t'i hedh direkt në tenxhere. Kështu siç janë të ngrira, nuk na prishin punë. Jo. Tek këtë pjesën tjetër do ta lë këtu se do ju tregoj pak më mbrapa se si do t'i bëjmë. Okej. Atëherë te tenxheria, përveç se këtyre, do me thënë do t'ulim vëllimin, në momentin që do ndezim edhe sobën, do të hedhim 2 me 3 lugë sheqer, varet nga sasia që neve kemi hedhur dhe se sa të ëmbël e duam. Po. Pra kjo është një recetë e cila kur të përfundoj do të ketë nevojë të qëndrojë në frigorifer. Kështu bie? Të ftohet. Të ftohet, jo të ngri. Jo të ngri. Të ftohet. Okej, shumë. Këtu kam një seshte. Prit një çik. Se ngatruam, s'është një seshte, ngatruam me sheqerin. Sheqer plurë, sa më ngjasoj nga pamja në fakt. Më ngjasojnë edhe mendova se ishte një seshte. Por jo, kam një pako dhe kam dhe këtë të hapur unë këtu, kështu që do përdor nga kjo pakoja e hapur. Okej. Edhe marrim këtë lugën e pastër tani që mos të na bëjë kështu. Pra do të hedhim edhe një lugë, një seshte. Manafera, sheqer edhe një seshte. Është e mjaftueshme. Dhe cipën dhe lëngun, do me thënë e pak limoni. Do ta vendosim, do ta shikojmë, do me thënë se sa ashtu dhe do të shtojmë dhe pak ujë. Okej. Pra do ta kthejmë në një Anila, të lutem, sa të marr ujë unë, ma ndiz pak sobën, edhe gati. Sobën. E lëvizim dhe sobën. Të duhet do temperaturë të lartë? Sa të filloj edhe pastaj e shohim. Vendosen temperaturë të lartë gradualisht edhe e ulim. Kjo është receta e parë që ne kemi nisur sot, një recetë e ëmbël edhe e freskët, ndërkohë që unë preskatin po ju kujtoj pak se ku i gjeni gjithçka që kemi këtu në tryez, ashtu sikurse çdo ditë ne zbulojmë produkte të reja dhe i bëjmë pjesë të gatimeve tona. Edhe sot kemi të tilla, në fakt shumë prej tyre ne i kemi diskutuar javën e kaluar, folëm pikërisht për këtë lëngun e limonit, folëm se si mund të e hoqa më njanë, me qënë se nuk e kemi çdo ditë këtu, sepse ju kemi thënë gjithmonë që në Neranz ka aq shumë produkte, se që edhe ne që shkojmë vazhdimisht, çdo javë zbulojmë produkte të reja, të shijshme, super të shëndetshme. Ndaj edhe ju mund të bëni një vizitë për të furnizuar shtëpinë tuaj, për të jetuar shëndetshëm, për të marrë të gjitha vlerat ushqyese që ju duhet, për të krijuar një rutinë të re në dietën tuaj ushqimore, sepse jemi në verë tashmë, kështu që jo më kot Kati ka zgjedhur në fillimin e kuzhinës për sot një recetë që shijon shumë, edhe të freskët në të njëjtën kohë, siç është një cheesecake akullore, kur të jep momenti, do zbulojmë recetën.
Atëherë të dashur anvisat, ashtu si që thash më përpara, kemi hedhur manaferat brenda, nuk është problem nga që janë të ngrira, e shtojmë një seshten me njëherë brenda tek manaferat, nuk ka nevojë që ta shkrim në ujë, sepse janë të ftohta. Para se ta ndezim, hedhim edhe pak ujë, sheqerin, i përzim sa ato të shkrin plotësisht, dhe të na bëhet si një marmalat, do me thënë një trajt kremoze. Dhe këtu do të hedhim edhe pak cip nga limoni jeshil, nëse ju ndodhet, sigurisht, nëse jo, mund të shtoni pak lëng limoni, por me qënë se unë e kam faktikisht, do të shtoj edhe pak cip edhe pak lëng. Për të dhënë një tjetër shije, sepse tek pjesa e brendshme pastaj do shtoj vanile. Të cilën sot e kemi në formën e lëngut. Vaniljen ka në pluhur, janë të koncentruara, ka një super arome dhe shije, vinë në këto shishet e vogla që duken si shishe parfumi, dhe me një të tillë që duket e vogël në pamje, ju shkoni shumë gjatë, sepse duhet vetëm një pikë e vogël në momentin që ju përgatisni ëmbëlsira edhe doni që të mbizotëroj aroma e vaniljes, dhe sigur që do të merrni aromën edhe shijen e nevojshme me shumë pak nga kjo sasia. Sigurisht që keni edhe pluhurin që na e kemi treguar herë tjetër të vaniljes, mund të zgjidhni kë keni ju më dëshirë edhe më praktike në përdorimet tuaja të përditshme. Ti shtoj edhe pak lëng. Tjetër shije ka ky, do me thënë... E ka më të freskët, është më verë. Edhe aromën. Edhe aromën dhe shijen e ka pak më ndryshe. Kështu që nëse ju ndodhet, mund të shtoni, nëse jo, nuk është problem, mund të shtoni pak lëng nga një limon i zakonshëm, ose nëse keni atë shishen e limonit në shtëpi që e përdorin në sallatra të ndryshme, në supra të ndryshme, e merrni dhe e keni. Edhe këtu sigurisht që mund të shtoni pak lëng limoni, dhe kjo bëhet për të rregulluar, do me thënë, atë shijen e limonit edhe do me thënë shijen e ëmbël. Ndërkohë që rregullojmë shijen, përfitojmë nga koha të shohim recetat në ekran për te shpjegimeve të detajuara që sepse koha fluturon, kështu që mirë është të shohim që në pjesën e parë dhe ju të dini se çfarë kemi nisur të përgatisim dhe çfarë do të gatuajmë deri në fund të këndit të kuzhinës. Kemi nisur me një akullore cheesecake me fruta të ngrira, dhe për këtë recetë na duhen një pako fruta të ngrira, një pako biskota, 80 gram gjalp, 300 gram djath, 400 gram pana, 3 lugë sheqer pudër, vanilje. Dhe pjesa e dytë e kësaj recete vijon me salsën me frutat e ngrira. Na duhet një fixhan fruta të ngrira, një lugë niseshte, 2 lugë sheqer, 3 lugë ujë dhe një limon jeshil. Tjetër sot do të përgatisim fileto pule me makarona mustard e kërpudha. Këta janë të gjithë përbërësit të listuar, duke nisur nga makaronat, një pako të çfarëdo lloj forme që ju dëshironi, 2 fileto pule, një qep, 200 gram kërpudha, një gotë verë, një lugë mix erzash, 2 lugë mustard, 2 lugë vaj, 3 lugë gjalp, 50 gram djath parmigiano, krip edhe piper. Plot e panskemi edhe recetën e dytë sot, ndaj kam përshtypjen që pjesa e dytë do të na jap kohë mjaftueshëm për ta nisur e për ta përfunduar. Në kat nuk do gatuajmë paralelisht, do mbarojmë një herë të parën dhe pastaj shumë mirë nuk shkëputim edhe vëmendjen. Tani kemi këto biskota, faktikisht këto biskota janë të cilat janë të mira, merr me vete nga një në xhep edhe e ke domethënë për ditën. Mund t'ia japim edhe fëmijëve. Por unë mendova që pse jo, mund t'i bëjmë domethënë edhe si ndërkohë që ndër të tjera janë të linjës Dr. Shar, që ne kemi përmendur shumë shpesh, janë ndjes, është kjo logoja këtu, e cila tregon se janë gluten free, janë të lira nga gluteni. Për ju që zgjidhni një dietë ushqimore ku glutenin e keni të përjashtuar, ndër të tjera, përtej orizit, makaronave dhe shumë produkteve të tjera që i gjeni nga Dr. Shar, gjeni edhe biskotat. I ke dhe këtu disa, nëse të duan. Po, patjetër, ja do t'i bëjmë kështu. Të kemi hapur, po. Janë shumë delikate, do me thënë, nuk ka nevojë që t'i bëjmë në makinë ngrirëse, dhe nuk duaj që t'i bëja shumë në makinë ngrirëse. Mund të më nxjerrësh edhe një pako anilat lutem. Patjetër, t'i hedhim këtu brenda. Bëj dhe një përzierje, do me thënë, përfundimtare të, si mund ta themi, si një salcë faktikisht, si një marmalat, të cilën nuk është se e përdorim veç se këtu, por mund ta përdorim akoma edhe për të lyer fetat e bukës për mëngjesin tonë. Ja dhe pak e përziem dhe e lëm, do me thënë sa të marrim 2-3 valë, të lidhet dhe e kemi gati.
Do ta lëmë të ftohet, të ulë temperaturë dhe do ta përdorim pastaj më mbrapa tek në fund fare tek cheesecake-u, jo në akullore. Filloj të lëshoj fruskat. Ajo do të qëndroj unë aty? Ka nevojë ta trazoj apo? Trazoj edhe një ranila fike sopën nxirje më njanë. Faleminderit. Po, naç. Duhet hequr tashmë që të mos na ngjis. Këtu. Janë në Po këtë formojmë mënyrë. biskotat? Po, i thërmojmë kështu me dorë, nuk ka nevojë thash që se i dua kështu që të ndihen copza. Mos jenë fare plur, ashtu si bëjmë herë tjetër. Këtu do të shtoj edhe 2 lugë gjalp, të cilin dhe gjalpin do ta përziej. Gjalpi duhet në temperaturë të ambientit. Jemi në rregull. Përdorim nga ky gjalp i freskët. Okej. E pas kemi të ri. E kemi të ri sot, po, vërtet, sepse doja të ri që ta përdorja për punën e kësaj. Dhe besoj do ta punoj me duar përsëri apo jo, derisa Do ta punoj me lugun, Me s'ka lugë, problem, okej. sepse do marri gjithandej dhe gjatë momentit që do qëndroj, do të shkri. Okej. Kështu që e rëndësishme është të hedh pak gjalp. E donte ta nxirrim pak më përpara në temperaturë të ambientit, po mendova se mos Duke qenë se e kem pas në frigorifer. është edhe verë tash, është no? në Edhe ne rregull. përpiqemi që të kujdesemi për produktet, ashtu sikurse gjalpi duhet të qëndrojë në frigorifer, ashtu sikurse panën e kemi lënë në frigorifer. Tani do ta lënë çik për momentin ashtu unë këtu duhet. që të arrijë në temperaturë të ambientit dhe do t'i përziejmë pastaj. Dhe derisa të bëjmë këtë, neve do të bëjmë atë tjetrën. Do të thonë, do Tjetër, nxjerr panën, po, nga tani është frigoriferi. momenti të nxjerrim panën nga frigoriferi dhe të vijoj me pjesën e dytë Tu kemi të këto dy lloje përgatitjes së kremrat. recetës. Do përdorim një prej tyre. Do të Okej. marrë edhe këtë enën e ftohtë Formanin. Dhe ky është një variant që unë vendos dytë. në frigorifer. Filloj me këtë fillimisht. Kështu që Okej. Tani do bëjmë pak zhurmë. e shumë pak. Shumë pak do të bëjmë. Është mjaftueshëm. Do të hedhim vanile. Mund ta hedhim edhe këtu, mund ta shtojmë edhe tek pjesa sa ta filloj ta punoj. Okej. Do të hedhim edhe pak sheqer këtu, Sheqer pluhur. Nuk ka probleme, hedhim që në fillim fare. 2 lugë është mjaftueshëm. Nëse doni 2-3 varet se sa të ëmbël e doni. Jam pak kështu tek pjesa e sheqerit sepse duke shtuar edhe produkte të tjera të ëmbla, nuk dua ta sill shumë të ëmbël. Po, sepse shtuam edhe 3 lugë sheqer në momentin që përgatitëm marmeladën. Se të gjitha këto do bashkohen dhe Emana kështu që ferrave. si përfundim do të kemi një sheqer në gjithë pjesën e akullores cheesecake që ne menduam që të bëjmë. Siç e shikoni, nga që ka qenë në frigorifer, i ftohtë ajo filloi menjëherë që të ndryshojë, domethënë formën dhe të na kthehet në një trajt marenge, ashtu siç ne duam. Rrisim më mbrapa pasi e përziejmë lehtas, të përzihet sheqeri. Në ekran ndërkohë keni recetën, pra po përgatisim një akullore cheesecake, ndaj po rrahim panën me sheqer tani. Këto janë të gjithë përbërësit,
e përgatitjes së akullores dhe në pjesën e dytë kemi salcën që është e thjesht, pra kremin, e marmalatën, mund ta quajmë si të duam, të manaferave që do të jetë shoqërues e cheesecake-ut akullore. Kati, në 3 minuta kohë që ne kemi, tani më thuaj nëse... Ja, do bashkimin e këtyre do bëjmë? Okej, 2 fare, se iku dhe 1. Do ta përfundojmë kur të kthehemi, apo dhe në 2 minuta ne mund të bëjmë diçka? Po kam përshtypjen që nuk... Neve do arrim sa mund të arrim dhe pastaj bashkimin e bëjmë në momentin që do të kthehemi. Ashtu mendoj edhe unë, po. Pjesa e marmalatës. Dhe gjatë kësaj kohe, për të fituar pak kohë, ndoshta edhe për etetën e dytë, mund vendosim gjatë pushimit që bëjmë makaronat të zirë. Për të vendosur makaronat të zirë. Këto gjëra që nuk është e nevojshme domosdoshmërisht që ju t'i shihni, dhe ju bëjmë një përmbledhje kur të kthehemi në pjesën e dytë. Kështu që kemi goxha punë, duhet thënë, në vazhdim, ndaj nuk duhet shkëputur vëmendja, sepse ne thjesht kemi bërë nxemjen tani. Po, atëherë këtu hedhim edhe këtu një lugë sheqer, sepse kjo e ndihmon, tani sheqer plur. Kjo e ndihmon. Të rregulli soba. Na dha një sinjal mbaroni tha. Se po shtuam e përzim dhe sigurisht që do të hedhim edhe kremin e përgatitur, marengën e përgatitur me atë kremin. Me panën pasi qeri, e gjitha bashkë. Dhe këtë masën e përgatitur do të hedhim tek biskotat, po biskotat më përpara sigurisht që neve do t'i punojmë bashkë me gjalpin që kemi hedhur. Pra duam që t'i përzije me gjalp, pastaj do të shtojmë këtë shtresën e përgatitur, me djatin e shkript, të shtojmë edhe vanilen tani këtu. Që do të thotë, ne të gjitha këto do t'i kujtojmë kur të kthehemi. Çfarë kemi bërë dhe si do të vazhdojmë nga puna, sepse koha na tregon që është momenti të shkëputemi nga pjesa e parë e këndit të gatimit. Vazhdojmë puna këtu të ne, edhe pse shkëputemi dhe themi do bëjmë pushim, nuk është se ka t'i bëm pushim, se vazhdojmë edhe punon. Sigurisht duhet të rregullojmë produktet e tjera në vazhdim që të kemi mundësi të tregojmë të përfunduara recetat. Sigurisht të dashur anvisa, neve sot kemi menduar që të bëjmë akullore cheesecake, të cilën neve me çfarë do ta bëjmë. Pra do të kemi një pako biskota, do të kemi 2 lugë gjalp që do të bëhet përzierja e biskotave, biskotat zgjidhni juve, domethënë të dëshirës tuaj. Gjithashtu do të kemi djath të shkrirë, do të kemi pana guzhine, 2-3 lugë sheqer pudër thashun dhe sigurisht për ta dhënë, domethënë për ta shjuar akoma edhe më shumë se bëhet cheesecake faktikisht, do të përdorim edhe këto frutat e ngrira, të cilat un kam përzgjedhur manafera. Manaferat fillimisht kemi marrë 1 filxhan nga këto manaferat e ngrira, kemi hedhur 1 lugë niseshte, kemi hedhur 2-3 lugë ujë, i kemi përzirë duke shtuar edhe 2 lugë sheqer. I përzirëm dhe kemi të sjellë në një trajt të kremi, do me thënë një salsë mund ta themi, një marmalat mund ta themi, të cilën jo e përdorim vetëm këtu, por mund ta përdorim akoma edhe për të përgatitur fetat e bukës. Kështu që tani jemi në momentin që do të bëjmë bashkimin e këtyre. Edhe do të nxitojmë në fakt se edhe sa unë të bëja Anila, mund të hedhësh një pako të makaronave që do të përdorim. Këtë zgjedh. Me nga këto të dyja vendos këtë duar. Ndërkohë këtu siç e shikoni, unë kam hedhur pak cip limoni, nga ky limoni jeshil, dhe mbajta edhe pak që ta hedh në momentin e fundit që ta kem për dekor, e hodha përsëri edhe këtu. Siç e shikoni këtë ngjyrën jeshile, i jep aromë dhe shije. Përveç se këtu kam hedhur edhe te pjesa e marmalatës. Tani është momenti që do të bëjmë bashkimin, nuk e duam që të jetë shumë e fortë kjo pjesa e marengës. Veç se ta pastrojmë me këtë marizën. Do hedhim edhe frutat e ngrira. Do bëjmë bashkimin e të dyja këtyre masave, të djathit të shkrirë edhe të panës, të cilën e kemi kthyer në një marengë jo plotësisht të ngurtë, se kjo do vendoset në frigorifer pasaj dhe kështu që atje do të ngrihet, por e rëndësishme është që ta sillim në një trajt kremoze. Ja, kështu do me thënë ta përzijem, mund ta përzijem akoma edhe me këtë marizën ose me një rasedore. Do me thënë duam që djathi të shkri, të lidhe, të bëhet një, si thua, krem. Ja, kështu si që kemi neve krem. Shumë e mirë. Tani këtu do të shtojmë edhe nga këto fruta dhe një pjesë.
I shtuam. Hodhëm edhe frutat. I përzijim. Tek pjesa e enës që juve keni përzgjedhur për ta vendosur në frigorifer, në fund fare do të bëni shtresën e fundit me biskota, të cilat biskota thashë i thermuam me dorë, jo me rafse, as ngrojmë gjalpin, me gjalp kështu në temperaturë të ambientit, dhe bëjmë këtë shtresën e fundit. Më mbrapa, pasi kemi përzier mirë edhe këto, e hedhim brenda tek pjesa e biskotave. I përzijem, të me thënë që të na ngelen, mos të ma merë dhe këtë ngjyrën e mirë. E ke lënë ndezur vetë të tiganin, e ke përgati? Po, e kam lënë ndezur. A të shtojnë në një gjë? Atje do shtojmë pak vaj, Anila, po që të shtojt vaj, unë do të nxjerr nga temperatura e... Okej, mirë. Ta ishim këtë këtu tani. Ta afrojmë këtu që ta... Shiko sa ngjyrë e mirë që... Wow, bë fiksi këto petalit e të mdafilit që ke vendosur ti, Anash. E dje që do bëj kështu për momenti. Shiko sa bukur e ka bërë Po, gati. përveç se kësaj... Pritani, ta largojmë pak të vanilën e vockën që ta shikone. U thama visave që kemi hedhë dhe vanile këtu U brenda? tham, the! Sa herë një u tham. A u i gati që na shtove orekstin të ne. Sa e bukur doli. Tani këtë do të dalëm në frigorifer. Po, si që është në frigorifer, edhe do të pastrojmë një qik të anash neve këtu. Ne tani nuk do të vëmë në frigorifer, se kemi mundësi për të vëmë në frigorifer, po do të shtojmë edhe këto copzat e biskotës, edhe nga këto copza biskote, edhe ndo një gjethe borzilok apo gjethe... Qa gjethe tjetër? Borzilok... Kështu sa për ngjyrë dhe për aromë. Nene gjik edhe këto gjëra. Kati, kë vaj të hapë, si që në kanë të gjithë të pa hapër. Të parin andej. Të këtu. Të hedhim neve Fillojmë cajë, se ne do të përgatitjen lëmë e këtu recetës faktikisht në tjetër. tryezë, dhe nuk është se do të qëjmë në... Po, e qëjmë vonë. Do të qëjmë në frigorifer në ngrirje, por tani për momentin do të lëmë këtu. Po ju kujtoj që po gatuaj me produktet në ranzi sot, kundër të tjera vaj uririt është fantastik, e gjetin në variante të ndryshme, ne kemi vetëm 3 këtu në fakt, 2 që ka uthullmolle dhe mu duk si vaj. Ka 3, 4 pis, pa fund. Po pra, po shiko kër e shek shumë nga mbrapa të kësë vaj uririt. Ta vë t'i ganin prap. Po. Ka ti po bën zbukurime tani. Të faktikisht do t'a doja që t'ma bëj Anila, po tani s'ka gjë. Që të bëja unë? E që t'a pastroj, se e di që kam ato shumë mirë është. garancin Ti shtoj qepët unë? Jo. Qa të shtojmë? Filetot? Filetot. Jo, trëmbe, mirë. Ja, i lam këtu. Tani kjo duhet vendosur në frigorifer. Tani këto i lam këtu ne për momentin. Shumë mirë, Anila, faleminderit. Po se shkoj ora pa 10 edhe thash ta mbaronim dhe këtë recetë. Po shë shpejt si recetë. Në momentin që zihen këto, faleminderit, Anila. Tani, sa e bukur do le. Edhe e shishme është shumë. S'ka si gjërat e përgatitura vetë në shtëpisë. Ne shpesh themi që sot në treg gjejmë diçka, të tëra gjërat i gjejmë edhe në mësira. Po kur i bën vetë ka tjetër lloj kënaqësie. Na thuaj. Jo, për pjesën e filetos, duhet ta presim në drejtim të kundërt të fijeve. Siç është filetoja, domethënë ta marrim dhe ta presim shumë në fetza. Se këtë do ta pjekim neve tani këtu, në një farë mënyrë. Donte pak më pak vaj, po s'ka problem. Dhe nuk do ta hedhim brenda. Do ta lë kështu që të ketë atë shijen e pjekjes. Okej. Tani do t'i hedhim krip, piper. Edhe piper. Mirë është përdorim piper të freskët. Po. Është recetë e shpejtë kjo, për 10 minuta bëhet gati. Këtë makaronat që bëhen këtu, se nuk do shumë kohë që të bëhet gati. Piperin e dojmë qikë të freskët edhe ta hedhim në moment. Ja, ku e keni edhe recetën. Kjo është, për ju që se keni parë nga fillimi, mbajni shënim, gatuajni këtë pjatë që po sjellim sot. Përgjithsisht shijon nga të gjithë, është e preferuar, pastat me kërpuza, edhe fëmijët i duan shumë. Kemi zgjedhur sërish linjën e Dr. Shar nga kompania Neranci, fustili janë makaronat që zgjodhëm sot edhe i kemi vendosur për të zirë, i duan rreth 10 deri në 12 minuta dhe do të jenë gati për t'ja bashkuar edhe pjesës tjetër të përbërëse, që Kati është duke vazhduar. Ja, të pastrojmë edhe këto kërpudhat. Kërpudhat duhet të dim që nuk lahen, thjesht nëse janë, do me thënë, kanë
që nuk janë të Ndonjë pastra. papastërti, po. Me i pasur me një pecet të lagur. Edhe nëse duam ja heqim pjesën e lëkurës, nëse duam nuk e dhe ja heqim, se ka dhe që se heqim pjesën e lëkurës. Po. Nuk është gjë e dëmshme, duat të them. Po që se janë të freskëta nuk ka nevojë. Okej. Sa të na piken ato neve, shumë shpejt kjo recetë për të bërë gati. Shumë mirë. Pastrojmë edhe një. Kemi nevojë për receta të shpejta, sepse e dim dhe kemi thënë që në fillim të muajit qershor që Vera kërkon më pak kohë në kuzhinë, mos rrim shumë si për sobë, sepse vetë temperatura ambientit të shtëpisë do të na ngrohet, për zonjat bëhet gëtimi edhe më i vështirë, edhe për të konsumuar vetë organizmi fillon edhe kërkon gjëra më të lehta, më të freskëta, kështu që të tilla vinë edhe gatimet që i përshtasim tryezave tona gjatë sezonit të verës edhe ne këtu në tryezën tonë të Vila 24. Ka lëkë për momentin, ta shikoj edhe një këtu, edhe që sa kjo të na bëhet gati, do të heq makaronat edhe do të bëj edhe përgatitjen e makaronave që t'i kem gati, se kërpudhat me qepën nuk duan shumë kohë. Po, të dyja gatuan shpejt. Do të hedhim pak gjalp, se do t'i bëjmë vete makaronat. Ne do bëjmë një mas tani, dhe në këtë mënyrë do bëjmë për të gjitha llojet, do me thënë të gjitha makaronat. Filëm edhe pak, sepse këto thamë që duam që të bëjnë dhe të përfundohen, nuk është se do t'i vëmë të qepa, qepën do t'a bëjmë më vete, që dhe ajo s'do shumë kohë. Mendova se nuk kishin temperaturë, po jo. Po, fillojmë një E shkrim gjalpin, dhe këtu te gjalpi do të shtojmë pak lëng, do me thënë lëng pule, ose nëse nuk keni lëng pule, mund të përdorni nga ky lëngu që neve përdorim pothuajse gjithmonë, sepse për erza. Ta heqim këtë. Me erza. Për erza, ja është kjo. Që bëjmë një lëng, që aromatizojmë edhe e shijojmë. Të na shkri pak gjalpi. Është momenti i fundit që do hedhim dhe pak gjalp aty. Kujlash? Tek filetot. Po, pak fare që të marrja të shijen e gjalpit. Shijen përfundimtare, këtë themi ne. Nuk edhe shumë, sepse është mjaftueshëm. Mos t'i rëndojmë. Duam thjesht aq sa të marrë shije. Si jemi me kohën, Anila? 7 minuta. Kemi kohë. Kemi. Mendova se mos dhe po nxitoja se thash nuk do na harri koha, po kërpudhat aq 1-2 minuta duan. Thjesht qepa të zbutet, e kam gri roll që të zbutet. Këtu tek pjesa e gjalpit hedhim pak lëng, të bëhet një salcë, edhe këtu do të shtojmë makaronat. Okej. Sa të marrë një gjithal kjo, do të shtojmë makaronat. Kati, qas ta mbush mendjen? Jo, dua që të marri pak. Okej, se e shoj që e nise. Nuk është bërë tamam edhe nuk dua që ta heq para se të bëhet ashtu siç duhet. Bëje tamam siç duhet. Filetot janë bërë gati. Marrim një pjatë që t'i hedhi. Okej. Këtu do t'i servim. Më vjen për të shtirë, pa më iku. Okej, mbaruan filetot. Tani tek ai tigan do hedhim qepën. Qepën dhe kërpudhat. Okej. Mustarda në fund si bie? Në fund. Tani këtu, do me thënë ja do ta tregoj tani në momentin e. Do ta hedhim këtu, tek pjesa që do hedhim qepën, do ta shohim me vetë këtu, do ta mbulojmë me kapak që të zbuten këto.
Ashtu duhet, të? Po. Që qëndrojnë, zbuten edhe marrin atë shije. Këtu tani pak vaj tjetër. Djathi do na duhet i grirë? Në fund fare. I grirë? Po. Ta grion? Në momentin e fundit veç se hape bëje gati. Ja hedh në pjatë, okej, nuk do shumë do më thënë. Qepë. E përzien. Ja, këtu tani ka ngel gjithë komplet shia e pjesës së filetot. Kjo është do me thënë shia, që do të shioj makaronat. E bëj pak më ndryshe, nuk e bëj ashtu si marrin dhe i herin të gjitha brenda në një tigan. Ndryshoj pak atë llojin e përgatitjes, duke shtuar edhe pakës krip, edhe pakës piper, duke shtuar edhe kërpudhat, edhe pakës kërpudha. Edhe pakës një dorë kërpudha. Ta mama ashtu si që thua Anila. E përzien. Këtu tani kjo është bërë gati. Tani e mori edhe ngjyrën edhe pa. Duhet ta mama ashtu si duhet. S'ka problem se këto lugët janë të njëjta. Tani marrë makaronat. Neve kaj do bëjmë, sepse nuk hodha dhe gjalp shumë. Hodha ajsa për një racion. Kemi një më shumë se një racion aty. Ato i bëjmë. I lëm tani që të jenë të ngrota, duke fikur sobën këtu. Dhe vazhdoj me tiganin tjetër. Këtu, atë që thash që këto zbuten shumë shpejt. Tani është ajo shia përfundimtare, hidhet vera. Dhe të shlirohet aroma fantastike e verës në kërpudha. Mustardën pak lëngë nga unë kam mix tash edhe njëherë, mix perimesh, ju më përdorni edhe lëngë pule, edhe do ta kemi gati. Do ta lë kështu që ta kesh? Po, faleminderit Anila. Pak, pasi ikën avullon alkooli, i hedhim edhe pak lëngë. Ti grije, do me thënë të hedhim mustardën. Mendova se ta bëra gati, po. Po s'ka gjë. Një lugë? Po. Një lugë. Edhe jo plot fare se kam masën. Se ka gëgjatë fort edhe aromën mustardashi. Varet pastaj nga preferenca, nga dëshira e sa e duam, do me thënë. I bëm këtu me shumë lugë, me shumë... S'ka gjë, se në fund jemi, rëndësi ka të nxjerrim pjatën tani lëm që të reduktojnë, të zbuten akoma edhe më shumë. Kjo pjata e bardhë të duhet për makaronat? Aty do të vë, Anila. Aty të ka ju të bëjt, mund të heqim fare këtë neve. E heqim, po. Po, faleminderit. Nga sa kjo të na bëhet gati. Pra kemi makaronat. E mirë, është tjetër shije kjo tani, nuk është ajo shia që i edhim të gjitha brenda, i kemi të ndara shije. Kemi gati salcën e kërpudhave. Edhe filetot e pulës. Shumë e mirë duket. Se ta fikim këta Anila. Cilën? Ato e fikun ato? Po, që mos të na... E fikun. Vërtet shumë rëmuj pas kemi bërë sot. Po pra, këto pjata ndoshta janë qik këshu, do me thënë, themi ne të shpejta, por janë qik... Po se të treja ishin vetmas, janë shgatuar në tenxhere më vete makaronat, në dy tigan të ndryshëm fileto dhe salsa e kërpudhave, kështu që kemi bërë pak enë sot.
Kemi bërë goxhajen. Po s'ka gjë, na fale se në fund rezultati do dali mirë. Po tash edhe në shtëpi kështu na ndodh. Dhe rezultati doli shumë mirë. Kjo është përfundimi i pjatës. Pak djath të grirë parmigiano nga sipër. Edhe të lumshënduart. Edhe ka ngelur majdanozi. Majdanoz, po. Po, e do. Që në sy duket që i mungon një gjethe aty sipër. Okej. Ose i vëm gjethe, ose ashtu e grim, po tani hajde t'i vëm gjethe. I vëm gjethe. Me që Një gjethe. jemi në limite. Ja vëm një te trungu këtu. Pa, shumë bukur. Një gjethe. Të lumshënduart Kati. Mendoj se Faleminderit. përfunduam, ndoshta pak si me Jo, u gatuan ato tamam. Po, me rëmuj, por besoj se arritëm qëllimit. Kjo ishte, si thuash, një lloj tjetër mënyre, domethënë, sepse ka disa hapa për të arritur deri këtu. Ja vlen që ta bëjmë ndonjëherë, ndoshta duket sikur është si e ngatruar, por faktikisht është diçka shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Bëni ndonjëherë kur e keni atë kohën dhe mundësinë për të quajtur si shef në kuzhinë. ashtu. Në fakt, shihet të tilla këto kombinimet paksa moderne gjithmonë kanë nevojë të jenë të pranishme në drekën tonë apo në vakte të caktuara. Kati, faleminderit shumë. Mund të uroj një ditë të mbar duke kujtuar edhe anvisat, edhe jo vetëm, që nesër do jemi në kuzhinë përsëri, që herët në mëngjes bashkë. Faleminderit dhe kënaqësi që çdo ditë ndajmë këtë emision bashkë. Faleminderit dhe ju të dashur anvisa që qëndruat me ne. Ju uroj një ditë bukur në vijim dhe miru takoshim nesër këtu në të njëjtën orë bashkë në anilën time. Këtu jemi dhe do t'ju presim. Ne bashkë do të takohemi pas hapësirës publicitare me Alkendin. Do të kemi temë pa diskutim, mirë ushqyerje dhe një element të caktuar në fokus, të cilin do ta zbulojmë pas hapësirës publicitare. Shumë shpejt vjen tek ju.